Vlerësoi progresin e vendit tonë me reforma dhe shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Kaja Kallas, thekson se vendet e BE-s duan që Unioni të zgjerohet. Mendoj se Shqipëria po bën një progres të shkëlqyer për reformat. Ne duam reforma, sundim të ligjit, ato janë shumë të nevojshme. Dhe kështu, mendoj se edhe për ne nga ajo anë, nga ana e Evropës, duhen bërë hapat e duhur. Ka një moment politik që të gjithë duan që procesi i zgjerimit të ndodhë. Kjo nuk ka ndodhur më parë. Për gazetarët, përfaqësuesja e lartë për politikën e jashtme, pjesë e samitit të Komunitetit Politik Evropian, foli edhe për dialogun Kosovë-Serbi, për të cilën tha se pret normalizim. Pak më parë, kemi emëruar sekretarin e posaçëm për dialogun dhe presim normalizimin e marrëdhënieve. Për bisedimin në Turqi në lidhje me situatën e luftës në Ukrainë, shefja e politikës së jashtme Kallas tha se Bashkimi Evropian ka përgatitur paketën e 17 të sanksioneve për Rusinë, që sipas saj do të shpallet e do zbatohet së shpejti. Gjithashtu për paketën foli edhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Unconditional ceasefire over 30 days. Kërkohet një armëpushim pa kushte, por Putin e refuzoi. Në takimin në Turqi, presidenti i Ukrainës ishte i gatshëm të takojë, por duket që Putin nuk do paqe, ndaj ne po punojmë një paketë të re sanksionesh. Në samitin një ditor që përmbahet në kryeqytetin shqiptar, marrin pjesë 47 lider të vendeve dhe organizatave europiane.